Bismillahirrahmanirrahim. Jemi një tjetër ngjarje madhështore që ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Jemi pikërisht me çlirimin e Mekës. Faktikisht çlirimi i Mekës ka filluar që pas marrëveshjes së Hudejbiyes, ku Allahu xhaleshanu i shpalli profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina. Ne me të vërtetë kemi dhënë ty një fitore madhështore. Në marrëveshjen e Hudejbiyes, një ndër pikat ishte që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte të drejtë të bënte aleancë me të gjithë fisët arabe, kushdo prej tyre, po ashtu dhe Kurejshët kishin të drejtën të bërit aleancë prej tyre. Mirë po, nëse kjo aleancë do të prishin prej ndonjërit prej fisëve që ishin pjesë e aleancave të krijuara, më i herë palët do të reagonin, pra respektivisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose Kurejshët. Një prej fisëve që njiheshin fisi Huza hyri në aleancë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por që ishin në armiqësi të vazhdueshme me një fis tjetër arabësh që njiheshin si Banu Bekr, të cilët ishin aleat të Kurejshëve. Mas një farë kohë, mas marrëveshjes së Hudejbiyes, fisi Banu Bekr e sulmon fisin Huza. Kryetari i fisit Huza rend me të shpejt drejt Medinës, ku e njofton profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për çfarë kishte ndodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron sahabët që të bëheshin gati edhe të niseshin në drejtim të Mekës. Ebu Sufjani kur e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, u alarmua dhe menjëherë nxitoi drejt Medinës në mënyrë që të takonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe ta ripërtrinin marrëveshjen e tyre që kishin bërë më herët. Mirë po profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte urdhëruar që Ebu Sufjanit mos pritej edhe mos t'i jepësh asnjë lloj mirëseardhje, asnjë lloj konfirmimi për të vazhduar marrëveshjen që ata kishin nënshkruar më përpara. Pas një situate të dëshpëruar, Ebu Sufjani kthehet në Mekë edhe ju thot banorëve të Mekës që të bëhen gati për çdo lloj situate, sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam herët apo vonë do ta mësyejë qytetin e Mekës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në krye të ushtrisë tij u nis në drejtim të Mekës pikërisht në muajin e Ramazanit, mirë po Abasi, xhaxhai profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte nisur nga Mekka për në Medinë me gjithë familjen e tij, të cilët kishin pranuar Islamin edhe donin që të bënin hijretin e tyre, u takua me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës. Kur e pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ishte i vendosur për të arritur në Mekë, i kërkoi leje profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që t'i paraprinte ushtrisë në mënyrë që të takonte Ebu Sufjanin edhe të bisedonte me të. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e mirëpriti dëshirën e tij dhe i dha kalin e tij dhe që të paraprinte dhe të merrte këtë nismë paqësore, nëse mund ta quajmë si të tillë. Me të vërtet, Abasi, xhaxhai profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës për në Mekë u takua me Ebu Sufjanin, i cili kishte dalë edhe ai që të shihte se çfarë po ndodhte dhe nëse do të sulmohej nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Xhaxhai profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Abasi ishte i afërt, kishte një miqësi me Ebu Sufjanin, edhe pasi u takua me të e këshilloi ata që të shkojnë tek çadra e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të bisedojnë me të. Edhe këshilloi gjithashtu se është e kotë që të luftohet, edhe është e kotë që të derdhet gjak për një çështje që tashmë ka mbaruar. Kur shkojnë tek çadra e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i mërzitur shumë për Ebu Sufjanit, nuk i dha kashëllëk, nuk e priti as nuk i foli. Mirë po gjithmonë sa herë që Ebu Sufjani mundohej të fliste atij, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kthente shpinën. Atëherë Ebu Sufjani del nga çadra e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thot xhaxhait të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Abbasit, i thot që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka dëshirë që të bisedojë me mua. Abasi insiston që të futesh përsëri në çadrën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur futet për herë të dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet nga Ebu Sufjani i thot: "O Ebu Sufjan, a nuk ka ardhur koha që të pranosh Islamin? A nuk ka ardhur koha që të dëshmosh se Allahu xhaleshanu është një i vetëm dhe i pashoq, edhe unë jam i dërguar i tij?" Xhaxhai profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Abasi nga pas i thoshte: "O Ebu Sufjan, pranoje Islamin, dëshmo shahadetin në prani të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Atëherë Ebu Sufjani bën vendimin më të madh që ndryshoi pothuajse të gjithë rrjedhën e jetës tij, duke pranuar Islamin në prani të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoi shahadetin se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u gëzua shumë nga veprimi i tij, edhe i tha: "O Ebu Sufjan, ktheu në Mekë dhe lajmëroj njerëzit, edhe u thuaj se kush futet në Qabe është i sigurt, kush qëndron në shtëpinë e tij është i sigurt, edhe kush futet në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt." Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhëroi ushtrinë e tij që të niseshin drejt Mekës në drejtime të ndryshme, duke i urdhëruar që të eliminojnë çdo lloj rreziku dhe të jenë gati për çdo lloj situate që mund të ndodhë.
Ushtria e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u fut në 3 drejtime kryesore në Mekë, duke mos hasur rezistencë, derisa arritën në rrethinën e Qabes. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam zbriti nga deveja e tij, hodhi një vështrim rreth rrotull, duke ditur se rreth Qabes në atë kohë qëndronin 360 idhuj. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u afrua tek guri i Qabes, e preku atë, edhe me harkun e tij filloi të rrezonte idhujt një nga një. Edhe gjatë kohës që i godiste edhe i rrezonte për tokë, thoshte dhahara al-haq wa zahiqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, që do thot me të vërtetë u shfaq e vërteta edhe u zhduke kota, edhe kota ka qenë e paqëndrueshme. Pasi bëri pastrimin e gjithë Qabes nga idhujt, u fut brenda Qabes, kërkoi çelësin e Qabes dhe u fut brenda saj. I fshiu disa portrete që ekzistonin në muret e Qabes, edhe fali 2 rekat. Pastaj doli edhe u kthye nga njerëzit, edhe ju thot: "O njerëz, çfarë ju thot mendja që do të bëj unë me juve?" Ata një zëri ju përgjigjen: "Ti je fisnik edhe i biri një fisniku." Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Shkoni se ju jeni të falur." Pastaj urdhroi Bilalin radiallahu anhu që të ngjitej në majën e Qabes edhe të thirrte ezanin. Ky ishte një mësim ndoshta edhe për Kurejshët, se si Bilali nga një skllav i zi nga Etiopia, një njeri pa vlerë për Kurejshët, që ishte torturuar për një periudhë kohore tepër gjatë nga Kurejshët për shkak të besimit të tij, për t'ju treguar atyre se është pikërisht ky besim që e lartëson atë mbi Qabe edhe të thras ezanin për në kohën e namazit. Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u kthye në çadrin e tij. Në ditën e dytë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u erdhi përsëri në Qabe, ku u foli njerëzve dhe mbajti atyre hutben, edhe e ktheu dhe i hershë shejtrinë e qytetit, ashtu siç kishte qenë që nga koha e Ibrahimit alayhis salam. Urdhroi që të pastrohej gjithë Mekka nga idhujt edhe nga mbetjet e idhujtarisë që kishin ngelur, edhe filloi që t'i mësonte njerëzit rregullat e Islamit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Mekë për 19 ditë, pastaj urdhroi që të ktheheshin për në Medinë. Kjo ishte ndoshta edhe ekspedita e fundit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra që ishte me një finalizim të jashtëzakonshëm, që ishte pikërisht çlirimi i Mekës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.